Është tek 90-tat, por Ramadan Kaja nga fshati Gjorici Bulqizës nuk I ndahet punës në bujqësi. Ai thotë se gjithë jetën ka punuar fort, por edhe është ushqyer mirë. Kjo ka bërë që ende të ketë mundësi të dalë në ara. Kaja shprehet se bujqësia do punë gjithkohës për t'i marrë rendimentin. Dikur Gjorica e quhej hambari Dibrës për shkak të prodhimit të lartë që kishte në të gjitha kulturat bujqësore. Kam punu në kooperativë bujqësore, sa I kum lujt telët. Vit në 400-500 ditë punë nuk fotësha. Por, kum hangër ushqim bio. Nuk kum hangër ushqim me betisice, me helme, me dreshëm. Kote në Verhozh, Dibra ka qenë, Gjorica ka qenë hamari Dibrës. Prodhote 1000 kuntal misër, 1000 kuntal grun, fasule, tuhon, perime, qishtu prodho. Fruta, çdo gjë prodhon ki. Molla. Sipas 90 vjeçarit Ramadan Kaja, shkak I degradimit të bujqësisë është largimi të rinjve, por edhe politikat jo motivuese për banorët që jetojnë në fshatra të punojnë tokën. Ai vën në duke mungesën e tregut të shitjes, gjë e cila ka bërë që çdo vit prodhuesve t'ju mbeten prodhimet pa shitur. Sot prodhimet ngelin, dëbërish prodhimit, ngel. E në rinia kanë hikse në punë, ne duhet ketë në njerës, s'ka në njerës, se përpara ishin populli I grumullohu, ishin gjithë njerëzit ishin këtu, gjithë rinia këtu, nuk punojnë si jam 90 vjeç është ai. Po punojnë breziri, 20, 30, 20, 50, 60 që. Ja mundojmë këtu në Gjorica, se Gjorica është vend I artë, o vend me ujë, ka ujë mjaftueshëm. Nuk vujmë no, këtu është gjinof. Unë këtu e kum kanalin e parë, kanalin këtu ti. Sa herë du me vadis arën, 7 herë vadis misrin unë, 7 herë. E në bëj, pizëvek, bëhet misrin, ne, shefe dorën të dëftova në atin a gjenë, ne bëhet misrin. Shumë misa janë pleqëre, kanë me 2 pleqë. Unë e kom një djale, e më kumaj me zort një. Kjerët kanë hikë. Pojësia po banë, po do punë, ma shumë do punë të të punësh, do I shtetit në animoj pak se prodhimet, bëjmë prodhimin ku ta qenë. Nësojnë së të shtetit ta bëjnë në ndim, në I gjangë kështu. Me vonë shteti ma shumë, nuk kemi nevojë të marrim jashtë. Në Shqipni, as grun, as fasule Shqipni o vend prodhu, so shok I dashtun. Dash industrial, dash mineral, dash ujor, ne ham me lukë Florinit, ketë shtetit tamam. Po nafta, po sot të në dhonë nafta, me leke bëjmë, o shok I dashtun. 20.000 një punim, 20.000 freza, 12.000 ajo mjellja me maqinë, 15.000 prashitja. Pleni kemi ka shku në atmosferë, si thona, naj shumë, nuk I del kosta, jetë se të gjohë pak jetë. Ndryshe nga para viteve 90, ku e gjithë fusha e Gjoricës së mbille e grumër, tani ajo lihet djerë dhe banorët e përdorin vetëm për të marrë barin si ushqim për bagëtin.